të gjitha diskutimet në rrafshin diplomatik, por jo vetëm. Unë kam kënaqësinë që të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Sokol Brahaj nga Turqia. Përshëndes, shumë faleminderit që na e bashkuar në këtë komunikim, Sokol. Përshëndetje, Katrina, është kënaqësi. Po ja nis me njëherë pa humbur kohë sepse e di që në këtë temë që do të diskutojmë së bashku ka shumë për të folur, apo jo. Por më lejo fillimisht të marr një mendim sa i takon asaj që Shqipëria vendosi një ditë më parë, sepse u bë vendi i dytë në botë pas që shpall Irani shtet sponsor të terrorizmit përmes një rezolute të miratuar me 79 vota në kuvend. Çfarë mendimi ke personalisht për këtë? Katerina, tash ta marrim këtë në konsiderat, me të vërtetë që është një turp kombëtar në radhë të parë, në radhë të dytë tashmë ne bëhemi vazhdimisht qeveria e Zotit Rama bëhet më katolik se Papa në të gjitha aspektet, kurse e treta me nerë me thënë nuk ja plas fare Irani se çfarë bën Edi Rama, vetëm se ajo që është për të ardhur keq është që me të vërtetë nuk kanë ngelur intelektual në PS që të vendosin ku ministri i jashtëm, Zoti Hoxha është një diplomat i cili me të vërtetë e ka përfaqësuar Shqipërinë me dinjitet dhe të jetë pre e një kryeministri për gjërat e tilla që nuk kanë peshë vetëm për të qenë në gazetat, në faqet e parë dhe paparazzit botëror. Kjo nuk është mirë, po a mund të na vinë ndonjë keqje nga kjo neve? Kjo jo, nga lindja e mesme nuk na vjen një keqje, as nga Irani nuk na vjen një e keqje, sepse ne me të vërtetë nuk jemi asa një 30 e Taheranit, por unë nuk e shoh as pak të logjikshme, por do të parë ndoshta edhe kjo vetë nga lideri pra nga Edi Rama, i cili ka qejf të ndej në aktualitetin botëror, ja që jam unë, pra jam unë, po ashtu edhe nga ana strategjike në fakt ndoshta në të ardhmen, edhe pse është mundësia pak e vogël, mund të nxjerrë një problem neve mes Brukselit dhe Washingtonit, por gjithsesi nuk është se do të ketë një peshë, kjo është thjesht një propagandë Edi Ramës, e cila realisht nuk është se do të ndikojnë as në NATO, as në Iran, as në Izrael dhe as në Amerikë, por është një gjë shqip siç i themi ne, domethënë mu bë më katolik se Papa. Sokol, më leo vetëm të kujtoj edhe një detaj tjetër që në fakt Shqipëria ka edhe një, jo historik, se nuk mund të themi këtë, por ka disa situata të shkuara me Iranin. Dhe kujtoj që më e afërta e largët është viti 2022, kur një sulm kibernetik që u krye në vendin tonë, u dyshua se ishte pikërisht kryer nga Irani. Dhe në atë kohë madje u përzun edhe të gjithë diplomatët iranian të cilët ndodheshin në Tiranë, madje aso kohë kujtoj që ju dha vetëm 24 orë kohë për të larguar me njëherë nga vendi ynë. Pra, duke pasur këtë parasysh, në fund është një vendim që vjen edhe bazuar mbi një eksperiencë personale. E mendon dhe kështu? Ajo kjo le për të dëshiruar shumë, sepse antarët e shishit që kanë qenë drejtora në shishin, pra që tashma të flasim haptas në shumë televizionet tona shqiptare, ata thonë që hakërimi i Shqipërisë, domethënë e bën një haker krejt i thjesht pa pas nevojë që të jetë një shtet prapa apo një ashtu